Ngadalësimi i ndjeshëm i aktivitetit ekonomik në vend për shkak të krizës financiare i reflektuar në një sër treguesish, duket se goditjen më të fortë ja ka dhënë industrisë fasone. Gjatë 4 mujorit të parë të këtij viti, sektori fasonit rezulton në terma të jetë negativ për shkak të krizës financiare. Ecuria negative e kësaj industrie është konfirmuar nga Instituti i Statistikave në bilancin më të fundit tregtar. Sipas Instat, fasonistët, të cilët janë ndër sektorët me punëdhënësit më të mëdhenj, kryesisht të grave dhe vajzave, kanë eksportuar rreth 900 milion lekë ose 4% më pak mall gjatë këtij 4 mujori, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Referuar këtyre të dhënave, rezulton se në muajin prill të këtij viti, industria fasone ka eksportuar 20.719 lekë mallra. Ndërkohë, rënja e ndjeshme e eksporteve vjen për shkak të uljes së kërkesës nga partnerët tanë kryesor tregtar në vendet e Bashkimit Evropian, të cilët kanë reduktuar porositë për shkak të krizës ekonomike. Peshën më të madhe për uljen e eksportit të tekstileve rezulton ta ketë rënja e kërkesës për mall nga Italia, e cila është partnerja kryesore tregtare me ne. Përballë kësaj situate, punëdhënësit janë detyruar të ulin numrin e punonjësve. Fabrikat në rrethet e vendit, por dhe në Tiranë kanë ndërmarrë shkurtime të theksuara të punonjësve, të cilët arrin deri në 50%.